Pra ky mentalitet është i trashëguar ndoshta edhe nga periudha e gjatë e diktaturës komuniste, po megjithatë kanë kaluar pak a shumë po aq vite, 35 vjet. Ajo çka është e rëndësishme dhe që jep shpresë pavarësisht problematikave që ngritet të ju është fakti që këtu ka më shumë të rinj. Të rinj ndoshta edhe që kanë studiuar jashtë, që nuk gjejnë perspektivën në vend, por krahas tyre ka dhe njerëz me halle që nga personat e sëmur apo personat cilët merren me individ të cilët janë ndryshe, duan shërbim specifik, çdo gjë që nuk është e mirë ose nuk ka shkuar mirë del në pa. Si mund ta ruaj kjo protestë pavarësinë nga forcat politike? Opozita po përpiqet të angazhohet indirekt, megjithëse ata thonë edhe Berisha në burg. Po, kam përshtypjen që kjo po ndodh fatkeqësisht sepse asnjëherë nuk ka vakum. Nëse atë rol që duhet ta luajnë intelektualët shqiptar, ata nuk po e luajnë, përkundër se bëjnë rolin e gjykatësit të arbitrit, atëherë dikush tjetër do ta rrëmbej protestën dhe kuptohet pjesa më e madhe e opozitës, Partia Demokratike, por edhe partitë e tjera mundohet që të marrin rolin e protagonistit dhe të përdorin revoltën për qëllimet e tyre. Dhe unë mendoj që kjo do ishte fatkeqësia jonë, sepse na tregon historia botërore që gjithmonë sa herë janë bërë revolucione, ata liderit shpirtëror, por edhe liderit praktik të protestave të revolucioneve kanë dalë nga gjiri protestës. Përmendim në Francë, atë që ndodhi në Francë, Shqipëria nuk ka as Rousseau, as Voltaire. Mundohen disa njerëz të marrin rolin e Rousseauit, Voltairit, apo të një udhëheqësi praktik të një partie, po duket që deri tani nuk po e tregon atë, nuk po piqet si revolucion që të arrijë ato parametrat që janë krijuar revolucionet në Perëndim, po edhe në Evropën lindore mbas përmbysjes së komunizmit. Kur shkruani se privilegji nuk revoltohet lehtë kundër privilegjit, cilat elita politike dhe intelektuale keni parasysh? Po, në fakt, unë më bëri përshtypje pas një intervistë një nga drejtuesve të kësaj revoltës flamingove, të protestës flamingove, Kastriot Çipi, më bëri përshtypje pas një intervistë me Mustafa Nanon. Edhe ndërkohë që ky Mustafa jo bënte rolin e arbitrit, po jepte edhe këshillat që duhet krijoni parti politike, duhet të merrni në dorë situatën, sepse nuk ka forma të ndryshme, duhet krijoni profilin tuaj, tha, nuk bashkon intelektuali aty, pse s'bashkohesh, i thot Nano, i thot, unë e mbështes, por nuk kam energji. Unë mendoj që në rast intelektuali nuk ka energji dhe nuk ka mendim për to dhe revoltës, atëherë për çaj duhen këta intelektual Shqipërisë, në qoftë se mund të quajmë intelektual, sepse unë mendoj që veprimi i intelektualit vjen nga racionaliteti i tij, por edhe nga ndjenja kombëtare, si thua kur takohet racionaliteti me pasionin, pikërisht aty lind mençuria njerëzore dhe aty dalin figurat e mëdha. Por asnjë fenomen i tillë nuk po ndodh e shkruar ajo gjendje apatike. Megjithatë, unë mendoj që në rast se revolta vazhdon, unë mendoj se do ketë mundësi të dalin figura të caktuara që ta drejtojnë, ose shpresoj kështu më saktë. Që të dalin të gjithë ne shpresojmë. A e kanë intelektualët detyrim moral për veten e tyre të mbështesin një protestë të tillë? Unë nuk mendoj se është vetëm detyrë moral, duhet të jetë detyrë, jo vetëm moral, po duhet të kenë mbështetje aktive në turma, sepse detyra numër 1 e çdo intelektuali është mendimi kritik dhe të jetë me kundërshtim ose të shikojmë mendim të qartë kritik veprimet e qeverisë, veprimet e partive dhe të orientojnë popullin drejt të shfaqin sa më mirë të vërtetën. Por situata në Shqipëri është aq alarmante sa dhe një njeri me kapacitet më të ulët do të arrijë të kuptonte fare qartë që nuk ka më kohë të pritet. Qeveria është e kapur, e korruptuar. Ju përmendët rastin e tokave rreth e parë. Gjendja me
e mirë mund të themi që tokat po vidhen, po aty ka mafje tokash. Kjo është problemi i madh. Aty ka krim të organizuar. Dhe ky krim i organizuar nuk është në kuptimin tradicional të krimit të organizuar. Krimi i organizuar është qeveritar. Dhe ky është problemi më i madh për vendin tonë. Nuk mund të ketë më keq, nuk ka gjendje më alarmante që intelektualët shqiptar jo të rrinë për studio, po duhet të hidhen dhe mos të japin kritika, po të bashkohen me protestën. Si thuash, edhe ne që jemi në diaspora apo diku tjetër, edhe ne çalojmë në fakt, dhe ne duhet të japim me aq sa mundemi ndihmën tonë. Si mund të arruaj protestat pavarësin nga këto institucionet qeveritare si nga Rama, Berisha, edhe këtyre anëtarët e forcave të reja? Tashin ne themi shpresojmë të dalin një grupacion i caktuar, e pa më u bë një tentativë, nuk ishte e plot, ishte pa, që tregon se revolta është sa genuine në njërin aspekt, e pa organizuar në aspektin tjetër. Pra duhet organizim. Dhe organizimi, sikurse e përmendet ti, vjen edhe nga individët që të angazhohen politikisht në emër të një ideali, gjë që në këtë mes ka ngelur tek parullat dhe zgjidhjen e kanë tek spaku. Nuk po shohim që zgjidhja është një zgjidhje tjetër alternative. Sa është spaku në gjendje t'i bëj ballë kësaj situate? Megjithë dhe duke qenë se spaku është bërë me ndihmën e Shtetit Bashkuar, së organizuar dhe të Europës, mendohet shqiptarët ta gjenë zgjidhjen jashtë tek spaku, fute Belindën në burg e tjerë me radhë, e fute Ramën në burg. Edhe parulla Rama në burg, për mendimin tim, duhet ishte disi më lehtë, i jepte atij mundësi që të jepte dorëheqjen. Kur i thonë që ti do shkosh në burg, ai s'lëviz nga vendi. Pavarësisht se shfryrje e ndjenjave të njerëzve, por duhet gjetur rrugë të caktuara, qoftë edhe të ndrimit të qeverisë aktuale, sepse nuk është gjë e madhe të ndrohet qeveria. Ndroi Anglia për një herë kryeministrin, pa eksese. Është një problem duhet ta pranojmë që ne s'kemi eksperiencë për transformim revolucionesh. Nuk kemi që nga edhe po të shikojmë historikisht që nga marrja e pavarësisë ishin vendi i fundit megjithëse ishte akti i madh, po ishin vendi i fundit në Ballkan dhe dëshira ishte mos të shkëputeshim nga Perandoria Osmane. Duhet të pranojmë këto fakte, sepse po nuk pranuam fakte, shikojmë realizëm kritik edhe të kaluarën, nuk kemi për të ndryshuar, duhet kuptojmë, të mësojmë nga historia dhe të bëjmë qefi vetes. Po ashtu ndodhi dhe më tej besojnë, edhe në periudhën e luftës së dytë botërore. U vodh revolucioni, dëshira e popullit ishte kundra fashizmit, por u vodh nga komunistët, ndoshta edhe nga mbështetja e huaj. Dhe më vonë, ajo që ishte më skandaloze në kohë lirie, siç ishte vitin 90, përsëri na u vodh revolucioni, që tregon për një apati të klasës intelektuale, ndoshta edhe për mungesë të traditës. Dhe fatkeqësisht po ndodhen në këto momente. Po ju përmendet që parë, ne duke jetuar një sistem demokratik dhe në një spak që mbështetet nga Amerika, kryesisht, por edhe nga Europa, mendoj se Shqipëria në këto kushte që është, me kaq pjekurit të shoqërisë tonë, kërkon një ndihmë të vogël nga sistemi i drejtësisë, jo të bëj favore, por të zbatoj ligjin dhe të fusin në burg ata persona që jo kanë vjedhur, por ka shkatëruar gjithë sistemin tonë. Këtë sistem demokratik ka kthyer një sistem tërësisht mafioz. Dhe një mbështetje fare vogël nga organet e drejtësisë rrit besimin e popull, i shkakton frikë politikanëve dhe më në fund krijojnë premisa për një sistem demokratik dhe unë kam përshtypjen se kjo mund ndryshojë dhe balancën, mund t'i bëjë dhe ata intelektual më të ndërgjegjshëm dhe të marrin më shumë iniciativë për të bashkuar protestës. Ju përmendët në një nga përgjigjet tuaja qëndrimin e qeverisësve, qeveritarëve, përbuzjen ndaj popullit të vet, që shkon në kulmin e një shprehje, do të thosha banale, nga kryeministri, pavarësisht toneve dhe përpiqet ta devijojë ndaj popullit të vet.
Të më thënë, kjo të regon që deliri i këtyre liderëve është në maksimumin e tyre, ata mendojnë se pa ta nuk do ketë Shqipëri, ata mendojnë se pa ta nuk do ketë zhvillim. Ndërkohë, vendi, si tregojnë edhe Albanian Files apo veprimet të tjera, është i zhytur në një korrupsion nga i cili s'po dalin dot. Edhe projekte madhore, po lexoja sot për aeroportin e Vlorës, gjykata e lartë ja le atij që ka 2% administrimin në mënyrë ligjore. Kështu që padrejtësia edhe brenda sistemit të drejtësisë është e madhe dhe është e vështirë që revolta gjithë këtyre njerëzve ta gjejë zgjidhjen ke drejtësia, apo duhet diçka më shumë, them unë. E nuk mjafton një vezë, a kupton, ose 2 vezë, pavarësisht se është edhe mbreti i Anglisë është quajtur me vezë, nuk është shprehje e revoltës, por ditët po ecin. Dhe ata që janë pushtet thotë, bëni çfarë doni, unë jam me ata, me flamingot, po ju tjerët jeni sora dhe korva, prit. Ju thoni duhet diçka më shumë, po të shikosh dhe me gjërë probleme në gjithë Ballkanin, ose më saktë në gjithë pjesën që ka qenë në varësinë e perandorisë otomane, rrallë ka ndodhur revolucione e transformime. Rasti më i mirë, unë shikoj Greqinë. Në Greqi nuk është se fitoi demokracia, fitoi djathtë. Ishte pikërisht ndërhyrja e anglo-amerikane që bëri të ndryshoj busullën në Greqi. Edhe sot, mbas kaq shumë vitesh, ata u futën në Europë si pasojë mbështetjes dhe geopolitikës, por përsëri janë thellësisht të majt dhe thellësisht të korruptuar dhe kanë numrin më të madh të punonjësve në qeveri. Edhe në Serbi nuk ndodhin këto transformime, edhe në Bullgari. Dua të them që kjo periudhë e gjatë, 500 vjeçare që ne kemi pasur në ndikimin e Turqisë, ka bërë që shpirti i protestës të jetë i mbytur, sepse në rast se pjesa tjetër e Europës pati ato transformime të mëdha, siç ishte rilindja europiane, siç ishte iluminizmi, revolucioni borgjez, pjesa jonë e Ballkanit nuk e pati, nuk e ka të ndriçim të madh. Dhe patjetër mendoj unë duhet një ndihmë nga bota jashtme, duhet një ndihmë nga sistemi i drejtësisë, që këtë rast mos të jetë rasti i humbur, po ta shfrytëzojmë për të ndryshuar tërësisht sistemin dhe të bëhemi pjesë organike e Europës. Ky është mendimi im dhe biles dhe vetë neve mendojnë si qytetarë, si shqiptarë, sa herë kemi një hall, ne direkt kërkojmë telefonin e mikut apo pyesim të tjerë kush e njeh atë dhe nuk drejtohemi institucioneve dhe nuk protestojmë edhe për ato element thjesht, sepse këto janë baza e qytetarimit modern. Ky është ndryshimi ndërmjet qytetarit shqiptar dhe qytetarit evropian apo amerikan.